Mishtprizmës. Sot është 27 dhjetori i futjes së trupave të NATO-s dhe aleancës në kësaj kohe në Kosovë. Sot është dita e çlirimit të Kosovës. Dita kur Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Gjermania, Italia, Franca, Irlanda, Danimarka dhe shumë vende të tjera aleate, 19 vende aleate, futën trupat e tyre në kuadrin e KFOR-it, trupat e tyre ushtarake në Kosovë. Ishte dita kur Kosova u shtyrua. Nuk e di sot sa ju bërë përshtypje. Pjesës më të madhe të njerëzve kanë kaluar 27 vite, po për ne atëherë ishte drejtëruese. Ishte drejtëruese ato momentet e bombardimit, kur avionet bombardues, se të dyshat kalonin përmi Shkodrës dhe bombardonin. Dhe nuk e di sa mund të jetë kjo drejtëruese, po për ne ishte. Ishte sepse sigurisht ato kosovarët ishin këtu, të gjithë mblidheshin ke Julisha ke Shkatrivani dhe shikonin shfaqjen. Nuk e di sa respektohen sot në Kosovë ato vendet cilët kontribuan. Pandimën e tyre, pandimën e KFOR-it, po pandimën e aleantës në 19 shtete, Kosova nuk do të ishte. Edhe pse gjaku i derdhur që fillon me atë një sharë në shumë në shmorë dhe herë të tjerë, ka kontribuar dhe është një mrekulli e jashtëzakonshme e një popull i martir, por pa ndërhyrjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës, aleatëve të saj, KFOR-it, kur nuk ishte arritur, nuk do kishte shkuar puna ke Kosova e lirë, dhe shtet sot me të metat edhe çuditë e saj në Moskova e fundit, zgjedhje mas zgjedhjet, po nuk do ishte shtet. Nuk do të ishte më shtet. Krenar dhe për ndihmën e madhe që ka dhënë Shqipëria. Në atë kohë ishte kryeministër Anderi Majta, krenar për atë moment. Jo vetëm për daljen zot deri 800.000. Ishte një gjë e jashtëzakonshme, një shtet i vogël prej 3 milionësh, për 800.000 vëllezërit e tyre sigurisht në Kosovë. Po jo vetëm ajo, po edhe përballimin në përgjithësi të situatës. Duhet kujtuar ky 27 dhjetor me nderim dhe i duhet dhënë deri pikërisht atyre vendeve. Po ndreshtim një padrejtësi të madhe. Po pa ndërhyrjen e NATO-s, po pa ndërhyrjen e forcave aleate, Kosova sot nuk do ishte e lirë, nuk do ishte sovrane, nuk do ishte republikë. Dakord, miqtë mi?